Mirë se po takuam me të dashur me të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që çdo të diel në ora 16 jeni bashkë me neve. Të dielën në emisionin Familja Jonë flasim për konferencën ndërkombëtare të shkencave mjekësore, e cila mbylli muajin janar me 2 ditë aktivitet intensiv shkencor. Në pjesën e dytë sjellim rrëfimin e një të riu që po trajtohet nga varësia prej substancave narkotike në spitalin e varësive Rezonanca 3. Mu pe kontrola, nuk desha mo qysh me ndalu vetën, vesh me përdor deri sa erë një pikë që ja shërimi, ja vetvrasja, ja burgo, ja s'keshe rrugë dali tjetër. Në rubrikën Magjikët e Vegjël ju prezantojmë Shega Krasniqin. O mio bambino caro, mi piace Ndërsa në rubrikën e kuzhinës nutricionistja dhe dietologja, Albulena Shabani Lazi na sjell një shujt të shpejt dhe të shëndetshëm me avokado dhe bukë integrale. Dhe janë elementet që i vijnë për vaktin e parë ditës, proteina e duhur, yndyrna e duhur, edhe normal sasia karbohidrateve komplekse, jo karbohidrate të thjeshta, që është buka këtë herë. Këto dhe shumë të tjera të dielën në ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.